Shëndes, si që thatë dhe ju, është një aksident tragjik që ka tronditur orët e para të mëngjesit qytetin e Vlorës. Aktualisht në vendin ku ndodhem ka ndodhur dhe aksidenti, ku ka humbur jetën 17 vjeçari. Ai po kthehej nga puna pasi kishte lënë punën ku punonte në një nga baret e qytetit të Vlorës. Si që thatë dhe ju, është 17 vjeç dhe për 2 ditë mësohet që të kishte ditëlindje dhe të festonte 18 vjetorin. Ka qenë një ngjarje e rëndë, ka tronditur gjithë qytetin e Vlorës, ai ka ngelur i vdekur në vendin e ngjarjes, edhe pse është dërguar drejt spitalit të Vlorës, nuk është mundur të jepet ndihmë dhe për të shpëtuar. Ajo që është më e rëndë është pasojat e këtij aksidenti dhe mënyra e shkaktuar nga ato mjeti në fjalë. Është një 32 vjeçar ai që është arrestuar nga policia e Vlorës që ka shkaktuar këtë aksident. Ai mësohet të qenë me shpejtësi tej numrave të lejuara në bulevardin e qytetit të Vlorës. Gjithashtu në ajtimet e para në vendin e ngjarjes 32 vjeçari ka rezultuar se ka qenë nën efektet e alkoolit dhe kjo mund të jetë një nga shkaqet që ka sjellë këtë aksident me këtë pasojë, me këtë humbjen e jetës të këtij të riut që është prerë në mes ëndra e tij. Ai, siç e thatë dhe ju, ishte gjimnazist i qytetit të Vlorës, në një prej gjimnazet kryesore të këtij qyteti, dhe shokët dhe miqtë e tij të klasës se kanë patur të rënë ditën e sotme kur ka marrë vesh këtë lajm tragjik dhe një pjesë e tyre nuk ka mundur të shkojnë në mësim dhe të largohen nga mësimi për shkak se ishin të prekur dhe janë bashkuar familjarëve për të dhënë dhe ata sadopak mbështetje në ato momente të vështira. Por ajo që ka bën dhe më tragjike dhe më të rëndë këtë aksident, mund të themi se pasi trupi i 17 vjeçarit është dërguar drejt morgut të qytetit të Vlorës, aty ka qenë me orë të zgjatura pritja e ardhjes të një mjeku ligjor në qytetin e Vlorës, për shkak se qyteti i Vlorës nuk ka një mjek që të kryej këto ekspertiza dhe ai detyrohet të vinë nga fieri në raste ku ka aksidente dhe ngjarje të rënda dhe është dashur nga ora 12 e pak minuta që ka ndodhur ngjarja deri në orët e para të mëngjesit, familjarë të presin në trishtrim dhe dhimbja e tyre të jetë më e madhe duke pritur të marrin trupin e 17 vjeçarit. Në ato momente gjyshi i 17 vjeçarit ka dashur ta shprehë dhe këtë dhimbje të madhe që po përjetonte në ato momente. Ai na ka dhënë dhe një intervistë të cilën ne kemi transmetuar gjatë ditës së sotme, ku ishte edhe më e madhe dhimbja dhe pritja e orëve të zgjatura të tyre dhe kjo është një këmban alarmi edhe për qytetin e Vlorës, mungesa e këtij mjeku ligjor. Mund të themi se në shumë raste që ka patur në qytet kjo ngjarje është e përsëritur dhe shpresojmë që organet përkatëse dhe ministria të marrin masat dhe të vendosin një mjeko ligjor në qytetin e Vlorës dhe mos të kenë trauma të tilla familjarët në këto ngjarje të rënda. Qartë, Algert, faleminderit, të uroj punë të mbar.